Kanë filluar përplasjet në Partinë Demokratike, së fundmi kemi pasur, domethënë, këtë zhurmën e madhe, këtë sherrin e madh për sa i përket zgjedhjes avokatit popullit Endri Shabani, një situatë që çuditërisht prodhoi një zhurmë të jashtëzakonshme, ndërkohë që Berishën po e akuzojnë si një person i cili ka lejuar që zgjidhet, domethënë nuk ka marrë, le të themi, nuk ka shpërblyer njerëzit që i kanë mbetur pranë, që i mbetën pranë gjatë kohës që ishte në cep të ringut, ndërkohë ka shpërblyer njerëzit e Sorosit. Nuk ka qenë kjo, le të themi, në rrjet, po them, nuk ka qenë ky zemrim me Berishën, edhe kur ka bërë marrëveshje me Ilir Metën, le të themi. Domethënë, si e shpjegon këtë, sepse realisht ajo që po prodhon zgjedhja e Endri Shabanit është çuditërisht befasuese për zhgënjimin që ka sjellë ke një masë mbështetësish fanatik të Zotit Berisha dhe të Partisë Demokratike. Atëherë, Red, kjo çështje e avokatit popullit nuk ka mënyrë tjetër për të parë përveç se sipas mendimit tim në dy trajta. Ose një ka qenë pazar i pastër, Rama Berisha, PD PS, pazar thelbësisht i pastër i këtyre dy njerëzve. Se jo marrëveshje. Prit, po pazar marrëveshje quhet si duash, si duash. Berisha nuk është hera e parë që bën marrëveshje, prandaj them. Ore, dakor, do ta quash marrëveshje, po. Pazar, më edhe pazar se. Po si duash më quhet, po ose pazar. Pazar i pastër, pa pyet se marrëveshja ç'është pyet në një këtat kryesisë. Çoç, kurse këtu nuk ka pikë kënd për mendimin tim. Ashtu është, prandaj po them ose pazar ose dy është pa aftësi, naivitet i pastër politik. Pra, leadershipi i Partisë Demokratike në raport me avokatin e popullit duhet të zgjidhë midis këtyre dy trajtave. Okej, që një idiot funksional, pra nuk merr vesh fare nga politika, pra ta fut dorë për dorë Edi Rama, edhe këtu tek avokati i popullit për ti e ke ti në dorë për ta bërë, pra, o do pranosh këtë dhe do thuash më fal se unë jam idiot o vëlla. Ose ke krahun tjetër që ke bërë pazarit. Do t'i trajtojmë të dyja? I trajtojmë shumë thjesht. Jo, këtë pazarit kisha kuriozitet. Zgjedhja e avokatit të popullit, jo me ligj, po me ligj, me marrëveshje, është lejuar që t'i kaloj gjithmonë ta propozoj opozita. Mënyra është e tillë. Ti çon ke të drejtën të dërgosh në këshillin të mandateve në kuvent, ke të drejtë të çosh 3 apo më shumë emra të cilët marrin nga 28 firma e lartë. Pra 28 firma deputetësh e lartë. Po. Okej. Ti mund të çonje 3, ndërkohë që për seancën plenare do të çosh vetëm një emër për votim. Për seancën plenare do votohet vetëm një emër. Dakor. Tani ta marr kështu, e para njëherë, a e diskutojnë ndonjëherë PD-ja çështjen se kush do ishte brenda strukturave të veta, po them. Kryesi apo këshill kombëtar se kush duhet të ishte avokati i popullit? Sepse aty ka juristë shumë të mirë dhe njerëz, domethënë të cilët e meritonin për të qenë avokati i popullit nga radhë e opozitës, po. Dakor. Një, e para. E dyta, çfarë që ka ky naivitet i madh që ti në fillim të dhjetorit i jep ke Endri Shabanit 28 apo 30? Sepse 35. Sepse do na jepte mbështetjen për Florian Binaj. Ky është argumenti politik që përdor, po. Kur ka ndodhur kjo? Tash unë e kam parasysh këtë debatin për punën e datës, ishte data 2 dhjetore Po pra, kjo që nuk qëndron po thua. Po, ore, nëse ti ke marr ato një firma ti ke marr në fund të nëntorit. Po. Dhe zgjedhjet aty janë bërë në datën 9 nëntor. Dhe ndërkohë që për Tiranën u bor vesh që në 20 tetor që s'do kishte zgjedhje. Për çfarë firma që e pas ke dhënë Endri Shabani ti? Për çfarë do t'i thosh se Endri Shabani urdhëro? E para, e dyta, dëgjova një artikullim shumë të mirë të Adriatic Club para ca ditësh. O zotri, unë kam qenë tha koalicion me Endri Shabanin. Përpara se të shkonin te Endri do vinin tek unë një herë. Sepse unë kam marrë 50.000 vota, nuk kam marrë Endri Shabani 50.000 vota. Saktë. A e kupton edhe në logjik normale më për të flas. Nuk do shkonin te Endri Shabani. Pra po do vinin të shkonin këtu. Po ta marrë mirë qenë, cili që ka arsye? Që ka arsye që i jep? Por që ti vendos. Sqaroje këtë se cila është arsye që ti i jep 30 firma Adriana Kalas apo edhe Besim Drejgjonit dhe jep po 35 firma edhe Endri Shabanit. Për çfarë jep këto firma ti? Ti po ti je një forcë politike serioze, ti nuk i jep
edhe Besim Drejgjonit, edhe Jola Hyset, edhe Indri Shabanit, dhe Adriana Kalaset, gjithë nga 35 tua plasëm një aty. Jo mërë jo, ne propozojmë Besim Drejgjonin për avokat të popullit. Urdhëro firmat, votoheni. Kjo është partia serioze. Ose Adriana Kalas, urdhëro firmat, nuk i çon ti 2, 3, 4, 15 emra atje. Dhe pastaj ti të fillosh të bësh një kokole aty. Për çfarë e çon atë ti? Që ta të bëjnë pazar me ty, me Nulin, apo me Pamelën, me këtë do bëjnë pazar aty. Pra, ose është pazar i pastër, dhe kjo u duk, e di ku u duk rend. Në momentin kur këta mbaroi afati, po pse se thanë këta përpara mbarimit të afatit më, po prisë pas kemi bërë gabim një që kemi dhënë firmat e Indri Shabanit. Pse se thanë këtë? E thamë pasi mbaroi afati. Mbaroi afati dhe gjëja thamë, shikoni do i tërheqin këto. Ku ata e dinin shumë mirë që në momentin kur ti i depoziton, nuk ke më drejtën e tërheqjes më. Dhe po e bën ulsiun e bën shef më reburt madh. Ja ngritë me, tani tha s'bëhet, tha vazhdoj këtë. E kuptoni se për çfarë flasim? Po ta marrim që s'është që s'pas ka qenë pazari i Ramës me Berishën, që un po them që është pazar, kuptimin e plot fjalës. E marrim më kështu më. Po ai pa afti atëherë. Se si mundesh më zotëri nderuar? Ora ti e kupton që këtij njeriu nuk i ka dhënë firmën për avokat popull, nuk i ka dhënë e vetmja deputete që ai ka nga lista e tij, goca e tezës çfarë drejtin e ka? Se ka dhënë firmën. Ana Dajko nuk e ka emrin tek aty. Ja pas ka dhënë Flamuri, Oerdi, Gazi, Dreqeshi, nuk ka dhënë e vetmja deputete që ky ka aty. Dhe tani turpi më ta mbyll tani. Duro. Turpi më i madh, se këta e kanë të organizuar turpin. Duan si domethënë që t'u thonë demokratëve që ju janë lëshuar tani, që shikon na falni burr, po na falni më burr bën gabim. Bile Gjeka, i pikllum fare Gjeka tha, unë ta jap dorëheqjen. Dhe Baca në krahun tjetër thoshte, po jo marr se para me unë do ishte tënde. Këta janë, domethënë, po s'është hera parë kjo avokat se këtë do duhet. Jo, këtë është hera parë, po talën në këtë lloj mënyre, me opozitarët, me demokratët, për të vetmin pozicion. Këta e konsiderojnë avokatën e popullit si pozicion pune. Po e bën më këtë talje kur janë dakord për kodin zgjedhor. Le t'ia thonë të paktën qytetarëve, le t'ia thonë të paktën militantëve. Kodi zgjedhor përcaktoi në tavolinë se kush do jetë kryeminist, kush do jetë opozitë dhe kush do eliminohet politikisht nga zgjedhjet. A ka mundësi mo? Tani, ore këta e kam pasur Adriana Kalan, për cilën unë nuk e se kam në këshu, kush e di se ore, unë jam dakord me këtë. Kryetare e gjykatës apelit në PD-mo. Ka dhënë dorëheqjen, po. E di kush ishte argumenti. Argumenti që dëgjova ishte që Kalaja e dinte mirë që Rama nuk do ta zgjidhte, se është njeriu që ka bërë denoncime më të forta për Ramën, kështu që ka pretenduar. S'është e vërtet fare. Ky është argumenti që dëgjova. Atëre opozita. Po ka qenë Rama 2013. Maggioranca. Jo, flas pas tani këtë periudhë. Maggioranca kishte dhënë në unanimitet të plot, kishte thënë cilin do emër që ju do sillni ne do ta votojmë në kush do qoftë ai. Cili do qoftë ai. Tani pyetja që u ngre, nëse këta nuk pas kanë qenë naiv dhe nuk pas ka pas pazar, pse thuan 6 më, nuk thuan 1? Si i bia ten që ka pas pazar? Ka që thjesht. Po më pra unë thash, nëse s'pas ka qenë pazar. Po çfarë përfituan me zgjedhjen e Endri Shabanit avokat? Ato se ditit çka ka përfituar Rama. Endri Shabani më këtë bërë dhe lojën e Ramës deri tani. Ku e ditë? Po dhe po shpërblehet. Dhe po shpërblehet pra ato që po. Duam të kuptojmë pra. Po ajo është pazar. Po ajo po kush e ngriti tezën, domethënë kush do jetë deputeti i Shqipëria bëhet dhe nismës më burr. Kush e bëri atë zallamain e madhe? Po çfarë më? Po kush e bëri? A kishte dorëzuar Daja Endri Shabani deklarat që nuk e pranoi postin e deputetit edhe po e mora? Po. Po pse troqi deklarat? Jo, pse troqi? Vullneti sigurisht nëse do ishte se Lape ka ngritur një kështu sot. Domethënë le të themi këtë kapur kutinë e Pandorës. Ai tha që mua më bën ofertë politike për koalicion. Po, e vërtetë. Realisht unë kam takuar atë periudhë para se ndodhin këto që ndodhen, më ka thënë në mënyrë private. Kam një ofertë, nuk tregoj konkretisht çfarë, por kam ofertë. Po mendoj që tha më bie kauza. Nuk ja vlen fare. Edhe fakti i interpretimit që do i bëj, revokimit dorëheqjes, tregonte pushtetin dhe mënyra si ndodhi që Lapaj mos hynte në parlament, po ashtu mendoj që ka qenë një lloj sabotazhi. Koordinimi me pse? KQZ-n. Ishin 70.000 vota. Po me një organizim, po ta them sinqerisht 70.000 vota, po nga një organizim që ishte cop. Cop, nuk ka pas struktura Shqipëria bëhet. Orleça thoshin kot pralla ka nisma thurë se ka, nuk ka pasur.
Disa thojnë që ishte inexistente që janë emër. Ishte një problemi asaj që çfarë pritet. Rama funksionon kështu kur sulmon diçka. Nuk shef atë që është, shef atë që mund të bëhet. Është si puna lobimit që doli Lulit. Prishta ja kishte në 2021 më, prandaj filloi vetë histori shumë herët edhe ndodhi gjithë spinimi, gjithë mishmashje. Rama i parapret, për këtu ka drejt arbri që është mjeshtër. Jo. Që edhe kjo puna e patlakeve, ka hallën e ditës arrestimit mbase. Subconsciency, megjithëse deshe përgjigjen për pyetjen që ngita vet. Dakor? Se çdo njeri mendon e diçka mendon. Pandërgjeshme po thonë. Ore, e diti që Enver Hoxha ku ka qenë duke parë filmin atë në teatrin Mbreti i Lirë Shakespeare-it ka dalë me shkelme nga salla. Është episod që ka ngelur mendjen dhe s'është shkruar më Shakespeare sepse te Mbreti i Lirë pa veten. Tek pasuesit e tij, pra në atë kohë tek Mehmet Shehu, tek Hysni Kapo dhe te Beqir Balluku, njësoj siç e praktikën 3 vajzat mbasi ndau pasurinë, kishte hallin ku krijoi katërshen e bllokut. Kështu i foli subconsciency, kështu do përfundoj edhe unë, po morën pushtetin këta. Edhe Rama, duke e parë se si portuon Ortegjet, sa e di kush është problemi. Ngriu steka dhe prandaj bën këto dille. Ore, qytetarët e kanë thjesht, ja si fitojnë pushtetin më. Në krye të Partisë Demokratike është një burr i cili s'ka çip më, me gjithë mjetet që ka pasur përpara. Se pra ky nuk ka nevojë për ai si u morën 800.000 vota, 700.000 vota, 83 mandate. Me hile, me intrigë. Edhe me hile me intrigë mund të merresh çdo gjë, edhe ne po bëjmë me letra me vrim. Tu po të bëj hile ai që do udhit letrat, do fitoj kushdo ai. Po s'e zotësi. Për këtë po flasim. Masit, a më shpjegon dot këtë reagim në Partinë Demokratike? Po them para Rama, kjo pra është mënyra e suksesit të Ramës. Ka dha pozicionet dhe pushtetin, shet pushtetin dhe shet fitimet për të mbajtur pozicionet e tij kaq. Kur i jep Shabanit avokat në popullit, vetëm për të ndërtuar iniciativë tre politike, imagjino investimin brenda Partisë Demokratike, unë nuk e di nëpërmjet kujt investon. Mund të jetë vërtet deklarata që bën zoti Noka, mund të jetë edhe vërtet që është investuar në atë lloj forme. I ka dhënë atij thotë filloi lëvizjen për këtë, domethënë nuk e dim. Çdo dyshim që ndron, kur ndodh kjo, mund të jetë edhe kundërta, mund ta ketë investimin ata që janë elita sot me politike që mos bëjnë frizasi, do mos rrihet më. E kupton se sa fatale, paradoksale, pa imagjinueshme është që Endri Shabani të bëhet avokat i popullit me votat e Partisë Demokratike mo. Po opozitar ka qenë Shabani. Ama tani mos u tall tani sinqerisht po opozitar ka qenë. Po le tani mos. Ore ke sot atë. Mirë vazhdo opozitar ka qenë. Po pra opozitar që mori 83 vota të Partisë Socialiste. Tani më bëj gallat kot. Po pse ai që do zgjidhesh nuk do merrte votat e Partisë Socialiste. O zotëri nderuar. Një javë përpara se të depozitoheshin firmat në kuvend, një javë përpara, Sali Berisha e ka dalë te foltorja e PD-s në të shupje ka fjalë të para kryeministrisë dhe ka thënë, po ti ishte për mua, aty e keni, po t'ishte për mua, unë do zgjidhja Besim Drejgjonin. Pyetje që unë ngre. Kështu më tha, Besim Drejgjonin. Po mima, ti pse çove 6 atëherë nuk çove vetëm Besimin aty? Arbër, tani ka disa skenare, se nuk është vetëm një skenar. E para, unë nuk besoj që zgjedhja e Endri Shabani në kryet avokat popullit është fundi i botës. E dyta, unë nuk besoj që Endri Shabani ka qenë njeri i Ramës. Edhe këtë nuk e besoj. Sepse nëse do ishte njeri i Ramës, ai shërbimin duhet të bënte para zgjedhjeve, gjatë zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve nëse do kishte vota. Pra nëse do merrim më shumë se një mandat. Rama nuk kishte nevojë për një mandat të Ana Dajkos të koalicionit Nisma Shqipëria bëhet. Se në 83 plus të Ndoshit 86, edhe një 87, po nuk është se sillte në një diferencë e zakonshme. Pra nuk është se ka qenë një mandat nuk është pak, po gjithsesi po nuk të sjellë një diferencë e zakonshme. Pra Rama nuk është se mbetet mandat deputeti pavarësisht diferencës, po gjithsesi. Dakor. Arbër, e kalojmë këtë. Tani diskutimi kush është? E para punës neve kemi një gjë dhe unë besoj që bëjmë gabim, e bëj dhe unë her pas here, po kam kohë që nuk e bëj më. Që do thotë ne i marrim deklaratat e një politikani shablon. Pra që ose Berisha dele dhe bën një retorik të fortë, anti-Soros, lufta, ti thua, Berisha po e pa Sorosin afër, Berisha do ta vrasi. Jo. Ato janë thjesht deklarata politike, është thjesht retorik politike. Politikanët shqiptar, njëri tjetrin nuk e kanë armik, e kanë rival, e kanë konkurrent. Por siç mund të ulemi ne këtu, ulen ata te kafja e kuvendit, madje ata janë akoma më të ngrohtë se mund të jemi ne këtu. Pra, politika njerëzit, prandaj zgënjimi është kaq i madh te Partia Demokratike, sepse këta kur i dëgjon, po ndodh sot më Arbër, ka qenë gjithmonë. Pse pikërisht tani është ky irritim? Zgënjimi është kaq i madh sepse Berisha e ka ngritur aq shumë stekën dhe ka një fjalor aq të egër sa njerëzit e marrin të mirëqen që kështu është. Ndërkohë, kur i shikon faktet, janë totalisht ndryshe. Po të flasësh me Muslim Murrizin, të thotë që në PD janë diku te 20 veta pjesë e rëndësishme që janë të Sorosit, thotë ai.
Dhe kjo pjesa janë të Sorosit ose jo, dhe kjo ka diskutim. Çfarë do thotë është i Sorosit? Ata kanë aplikuar, kanë marrë bursat që jep të Sorosit, dhe bursa më të mira që ishin në universitetet angleze kryesisht. Kanë qenë jepeshin 2 bursa në vit, master ose PhD, doktoraturë. Dhe pritës së vërtetës, për ato doktoraturë dhe për ato mastere ka pas një konkurrencë aq të madhe në kryeqytet, se unë mbaj mend edhe miqtë e mi që bënin aplikimin, dhe ishte shumë e vështirë të fitoj ato bursa. Dhe ishin bursa që të ndryshonin jetën. Po ndërkohë bursat paguheshin nga Soros, nga Fondacioni Shoqëria e Hapur. Por në të vërtetë ishin bursa që bëheshin në shkolla që nuk ishin lidhje me Sorosin. Se ky është një mit, banal. Jo, po sepse nga këtu buron gjithçka. Nga këtu buron gjithçka. I thon njerëz të Sorosit, i shitur, i bler, më fal. Po si mund t'i thuash Ende Shabanit njëri i Sorosit, kur ndërkohë shumë njerëz që janë që ka punuar në Fondacionin Soros, në krah të zotit Berisha, shumë njerëz kanë pas ata projekte. Një nga njerëzit tim më të afërt komunikimit, edhe ai ka qenë dikur në borderon e Fondacionit Shoqëria e Hapur. Dhe mirë ka bërë, dhe unë kam shoqëri civile, jam pjesë edhe shoqëri civile. Dhe unë si thonë do t'jo asnjë donatori. Por, nëse ti ke ndikuar në agjendat që kanë të bëjnë me LGBT, agjendat që kanë të bëjnë me përdorimin e kanabisit, aty pastaj hyn në një agjendë. Por unë nuk di që këta individ kanë bërë pikërisht këtë gjë. Po pse merresh me Endi Shabanit bëri pyetje tjetër? Jo, dalu, ti këtu dhe thua ato që ke qenë ti thuash, se kam të emri, unë kam të fenomeni. Se fillimisht pyeti për gjë tjetër më. Ore, më fal tani, ti bashkëdrejtuesi i emisionit. Të lutem, më lejo ta mbaroj. Jo, po ta ke folur ti ta masësh koha që fleti, koha që fleti, nuk flet asnjë. Madje ti flet më shumë se drejtuesi i emisionit, po nuk ka asnjë. Mua pra punë ftonë burr domethënë. Tani diskutimi kush është? Po jo të bita por me ty. Se zua më pse ky revoltim në PD, po sepse po thash në kurrimin e demokratëve janë bërë marrëveshje, është e gabuar që në fillim është ndërtuar gabim që te retorika e zotit Berisha që do të demaskoj Sorosin, e ka patur në agendën e tij, dhe që këtu fillon gabimi. Pra zoti Berisha nuk është se ka bërë një gaf të madhe. Ata deputet kanë treguar 2 gjëra. E para kanë treguar që kandidati, s'po e them emrin, sipas tyre nuk ka qenë vërtet që ka punuar për Ramën, pra se po të ishte Ramës, vetëm po të jenë idiot të japin votën e tyre, firmën e tyre, dhe dyta kanë treguar që shiko, ne nuk kemi armiq, është politik, është konkurrencë, është garë demokracie, nuk është konjunkturë, garë me armë, dhe patjetër i kanë dhënë firmën siç e kanë dhënë të tjerëve, por kjo tregon për mua. Se s'dua të tregojmë tani që opozita ka bërë një gafë të tmerrshme. Opozita ka treguar atë që ne kemi kohë që e themi, mungesë koordinimi, mungesë vizioni, dhe mbi të gjitha ajo që është në thelb mungesë të një pjese qendrore që të orientoj. Dhe këtu është faji i leadershipit, sepse leadershipi më pakta që duhet të orientonte. Unë mbaj mend kam qenë në vitin 2011 kur Partia Socialiste zgjodhi Igli Totozanin si kandidat për avokat të popullit. Për sy e faqe, nuk e di, zoti Rama, se ka qenë një traditë edhe PS-ja ka patur që të kishte nga të përndekurin politik. Ka bërë një universitet privat, ka bërë një konkurs. Ishte Igli Totozani, ishte Dëshira Subashi, që ishte e majt, konsideroj majt ekstreme, edhe pse ishte në kryetari KGZ-s, dhe ka qenë Bilal, s'po vjen emrin, Bilal Kola, djali të ndjerit Kurt Kola, i cili dhe i ka kandiduar, dhe vite nga shtesat e përndjekurve politik. Dhe në fund, fitoi Igli Totozani, i cili... Sepse në atë kohë zgjodh Barack Obama, presidenti i Amerikës, se tha do mbrojmë njerëzit me ngjyrë. Dhe Komunitetin Evropian. Jo, nuk ishte lidhje. Nuk ishte lidhje. Arbër, ta mbaroj lidhje. Ishte ambasadori, jo, po s'ka lidhje. Ishte ambasadori i Bashkimit Evropian Ettore Sekuj, i cili bënte negociat me Malinda Bregu si ministër integrimit, bënte negociat me Partinë Socialiste. Është tjetër gjë. Dhe u zgjodh një kandidat i vajti kuvendit. Tani dhe këta ka që gjë të bëni, nuk ishte nevojë të bëni gjë të jashtëzakonshme. Por, më lejo ta them në fundit, dhe këtu dalte Nardi, ka patur dhe një diskutim më herët, që unë e kam thënë në një media tjetër, dhe jo vetëm unë e kam thënë kolegë të tjerë, që informacionet ishin, që u dhan ka shumë firma, sepse ishte një strategji, një skem, dhe skema kush ishte? Për ta dështuar procesin dhe për të mbajtur rinda balancën përsëri atje ku ishte. E gjithë që ka ndodhur në proceset e tjera. Rama e kapi këtë gjë, dhe është një skemë e cila është përdorur nga sekretari i grupit parlamentar,
i cili e ka shumë mike Rina Ballancën dhe është një skemë e cila është bërë në të kaluarën. Kjo është. Rama e kapi këtë, Berisha i dha të drejt sekretarit të grupit parlamentar, po ndërkohë nuk e llogaritën që Rama do të shkonte deri në fund. Dhe këtë është ajo që nuk e thon njerëzit, dhe kjo dyshohet që është arsyeja kryesore pse po doja shkoj drejt këtij kaosi. Nuk është mungesa e koordinimit e tjerë. Albert, falenderoj. Avokat, nëse pak a shumë ajo që pak a shumë ti solle edhe në tavolinë, që lidhet me faktin që Shabani u shpërblye për shkak të thikës pas shpine që i vendosi koalicionit Nisma Shqipëria B dhe Lapat apo partive të. Më fal, po nëse këto partit vogla, se duhet i shkojmë gjës deri në fillim te kodi zgjedhor që objektiv kryesor kishte pikërisht eliminimin e partive të vogla sipas vetë partive të vogla. Ky është komenti që bëjnë ato. Çfarë të keqe ka? Sepse ky është një objektiv politik shumë i rëndësishëm, sidomos për opozitën, sepse janë këto partit vogla që po ja sfidojnë narrativën çdo ditë. Çfarë të keqe ka që dy partitë e mëdha të bëjnë një pazar apo pakt siç e quan ti, në duke eliminuar apo që ka si objektiv eliminimin e partive të vogla si sfidant real, sidomos narrativës opozitës. Jo, të bëj një pyetje. Pse nuk e merr këtë një lëvizje politike dinake shumë të hollë të zotit Berisha për të eliminuar. Kjo është poshtëruse. Ki ti i thua domethënë njerëzve që o do më votosh mua o do votosh Ramën. O Berishën o Ramën. Kam fuqi ta bëj këtë, pse të mos e bëj? Po jo, s'është fuqie kjo histori. Jo, kam fuqi ta bëj. Pse duhet unë që t'i jap le të themi oksigjen disa forcave politike që sfidojnë narrativën time. Po shumë bukur më le të shpallin dy partizmin në Shqipëri. Ata kanë shpallur me kod zgjedhor, me kod zgjedhor e kanë shpallur. Po e kemë. Me juve. Jo, pse duhet gjykuar Berisha nëse ka marrë këtë vendim për atë skenar që ti the? Unë nuk e gjykoj fare, unë e di të çfarë të them ti unë. Ore, ja dhan firmat e Endri Shabanit se pas ka qenë opozitar. Shumë i bën. Po pse u tërhoqin atëherë? Kur ishte Endri Shabani deri një ditë përpara ishte opozitar dhe një ditë më vonë u bë me Raman? Si ndodhi kjo histori? Ore, kuptoni edhe një përgjigjen më, po puna është ajo teza që unë u bën pishman, thoshte Ylli Manjani, bravo i qoftë për aty, u bën pishman tha sa i lan shtatzan. Ore, mbaroi historia, ngil shtatzan robi. Po. Tani o do vrasësh, do abortosh, çojnë gjykat kushtetuese i dhe po. Do ta çojnë, kanë marrë vendim sa. Problemi ta bëjnë. Pra problemi është që tërmeti PD filloi me një lëvizje të Ramës. Edhe i bindi të japin firmat, edhe Azodhi ashtu, në fund fare del sigur. Tani ata nuk e kanë bërë nga naivizmi. Shiko, Redi, nuk e kanë bërë nga naivizmi. Ta marri fuga, ta marri fuga, ta marri pa lekte që ta spinoj. Domethënë, Edi Rama ndihmon dhe opozitën të rinovohet sepse zgjedhin Endri Shabanin kandidat për avokat. Kupton dhe me dy fjali do ta mbyll. Ndjes se kishte. Jo, mos e mbylli, po më shiko pak dhe foton brava. Po nuk ka qenë naive. Të kuptosh paradoksaliteti që ndodh sot në PD, do duhet të dalësh nga fiqiri, i them unë. Sepse aty nuk, domethënë, aty janë njerëz që dje par dje, domethënë e shani me libër shtëpie Sali Berishën. Aty ka njerëz, më fale, vetëm një sekond lutem se kisha merak këtë. A nëse e ke bërë gati, mos. Gati. Dhe sot Suel Çela punon për atë që bën tifo ai zotria që drejton televizionin tuaj. Dhe sot, ky individi që e kemi pas përballë në zgjedhjet e 25 prillit, thret drejtues të Partisë Demokratike në Elbasan dhe i vendos përpara formularin për nënshkrim. E di dhe Flamur Noka se ka qenë përpara 2 ditësh i thirrur nga ata që kanë besuar te demokratizimi i Partisë Demokratike pikërisht për këtë çështje, se nuk të pranojnë demokratët e Elbasanit. Dakor. E qartë. Ky ishte Gazmend Bardhi. Po. Kur akuzonte Sali Berishën për lidhjet e tija me Suel Çelën, pra të dalim te fotoja. Po, do dalim ke foto se prandaj ta sulla këtë. Po. Prandaj që thoshte Sali Berisha lidhjet me Suel Çelën apo Flamur Noka apo Perla Babixhenit. Ky ishte pra. Apo Gjek Marke që thoshte unë shkel në PD po kthye Berisha burr. Dhe tani i ka futur një lëpirje në llap nga kokat e këmbët Berishës. Mëngjes tregtar.